financave. Praktikisht, kjo ka bërë të pamundur përfshirjen në ligjin e buxhetit, i cili është miratu me 22 nëntor, sepse parlamenti ka qenë në përfundim, ne kemi qenë duke shku në zgjedhje, kanë qenë afatet e caktuara, edhe data e zgjedhjeve, edhe e fushatës, dhe kjo ka qenë mundësia kur parlamenti e ka miratu buxhetin e Kosovës, në të cilin mungon edhe buxheti i Gjilanit, edhe i Zubin Potokut. Pra këtu nuk po flasim vetëm për komunën e Prishtinës. Janë vënë edhe këto dy komuna, të cilat edhe sot nuk e kanë buxhetin e miratum. Po t'ishte tendencioze. Ne kemi edhe Gjilanin, pra pse po e bllokojshëm me Gjilanin. Kjo e para. Dhe dyta, prap flasim me fakte. Kjo pralla që s'kemi buxhet e i kemi nalë subvencionet e s'un pi japin pagat, që një e vën konkrete. Këto janë pasqyrat e vetë komunës, pasqyrat financiare të komunës. Prishtina, deri në fund të shtatorit të këtij viti, pra 9 mujori i këtij viti, ka shpenzu 77 milion euro. Buxheti si vjeti komunës është 120-130 milion euro prafësisht. Në 9 mujor i kanë shpenzu, i keni deklaru vetë, pra këto janë shpenzime të deklaruara nga komuna, për 9 muj 77 milion euro. Qysh është e mundun që pas kem bloku, kur ka ndodh i gjithë ky shpenzim. Shumë me rëndësi me qenë serios dhe korrekt, me referenca ligjore, me dhëna konkrete, sepse këtu jemi në ballafaqim për 4 vitet e ardhshme të Prishtinës. E nuk jemi për betejë personale. Kjo është për publikun, për qytetarin, për të ardhmen e kryeqytetit, më e pakta që na duhet, bre Ermal, është më konë korrekt me dhëna edhe me referenca ligjore. Ku e pas kem bloku, kur qeveria, respektivisht Ministria e Financave, e ka kryt detyrimin e vetë që është 1/12 që ndohat çdo muaj sepse këtë e parashë ligji. Prej kohës, kur e keni dërgu në qeveri, dhe qeveria ka dërgu në janar në kuvend, nuk kemi pas kuvend funksional. Kuvendit tek tash u funksionalizuar mal. Dhe në menjeri kemi ftu grupet parlamentare që në kryesinë e kuvendit ti themelojmë komisionet funksionale të kuvendit, sidomos Komisionin për Buxhet dhe Financa. Kemi nevojë me e kry ligjin e buxhetit Kosovës, kemi nevojë me miratu buxhetet e Prishtinës, Gjilanit dhe Zubin Potokut për 3 vjet. Dhe treta, kemi nevojë për me vazhdu, me funksionu normal ky vend pa shkaktu krizat të panevojshme. Mundësinë e kanë dhe partit ish opozitare nuk po lëvizin të pak të mbrektat LDK-s për buxhetin e Prishtinës. Pse po hezitojnë tash? Por edhe njëherë, 77 milion euro të shpenzuara për 9 muaj, brenda buxhetit 120 milion, i bjen që nuk kam pas mungesë buxheti. Po se ka po i çojnë paret, po shumë rëndësi me kuptu. Mire pas kam su Dejona me fol, po raporti tregon vetë faktikisht që këta kanë pas kohë deri me 31 janar për me kry këtë punë, në më thonë, deri me 31 janar e kanë pas parlamentin edhe kanë mujtë me shtu për buxhet, dhe më thonë, kanë pas kohë, ne me 17-12 e kemi kërku për me kalu buxhetin e Prishtinës, deri me 31 janar kanë pas. Deri sa këto që ka flet Qeku, këtu, janë faktikisht humbje kohë, sepse vetë Albini e ka tregu që a i bënë që ka dënë me buxhet. Dhe më thonë, s'kom që ka flasun e këtu, grupi i krizave, grupi ndërkombëtar i krizave ka tregu vetë që ju i blokoni komunat, dhe më thonë, kjo nuk është diçka që ka thonë mëne, është që ka thonë ndërkombëtarët. Më thonë, këtu me folë demagogji, me tregu drejten, po fokusohemi në vizion, po flasim për projekte, po flasim për të ardhmen e kryeqytetit, që ka mendojmë, po flasim për programe, e jo për kësi demagogji që ka mësu për men, shtu që atë ka tregu Dejona, apo jo, zoti Qeku? Përgjizëm? Nëse dëshirën... Ata ullim nivelin e debatit apo jo? Jo, dakord. Jam shumë interesum... Pajtone. A mund është me më tregu që është zhidhë qëtë që është Hajrullah Qeku? Nuk është hera e parë që më ofendon. Por
as ma herët, as sonte, as deri në fund nuk e kthej në të njëjtin nivel. Është nivel kozja i ulët për kryetarin e kryeqytetit, e po besoj është mungesë të argumenteve me degradu në fjalor. Kjo nuk i ndihmon kur gjë debatit, as nuk na kontribon sonte me sqaru çështjet. Ermal, tash. Seriozisht? Jo, po pyes. As nuk është hera e parë, fjalorin e ka pas kozja të pakujdesshëm, edhe në debatet e tjera, vazhdon me pas, edhe ka që të farë arogancën në nënçmimin të cilën po shpresoj që ka me e përfundu tash. Por është i lirë me vazhdu, unë të garantoj se nuk ja kthej sonte.